إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falënderojmë Allahun e Madhërisëm, atij bëjmë lavd, për ti ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje dhe sret tek Allahu nga të këqijat e shpirtit tonë dhe nga veprimet e këqija në punët tona. Atë që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kush që ta shpijë në humbje, dhe atë që Allahu me drejtësi e në humbje nuk ka kush që ta udhëzoj. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, i cili është një vetëm parival, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. S'ka dyshim se fjalët më të drejta janë fjalët e Allahut, përsa udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjërat e këqija shëmtuara në të shpikurat në fe. Çdo shpikje në fe është bidat, çdo bidat të dërgon në humbje dhe çdo humbje përfundon në zjarr. Dietari Abdul Ghani al-Maqdisi, hadithin e 4 e sjellën nga Abi Huraira رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شفت سيبرتات إدربوري يا الله صلى الله عليه وسلم كثان إذا توضع أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر kur dëshiron në marrë abdes apo kujt I bëhet obligim abdesti, le të fut ujin në hundën e tij e pastaj le ta shfryjë. Wa man istajmara falyutir, dhe kush pastrohet nga jashtëqitja, le të përdor gurët tek. Wa idha stayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi. Pra e kush zgjohet nga gjumi I tij, le t'i lanë duart e veta qabla an yudkhilahuma fi al-ina'i thalathan, para se me I fut në enë 3 herë. Fa in ahadukum la yadri ayna batat yaduhu, nga se gjithë secili për juve nuk e din se ku I kanë shkuar duart e veta. Tek Muslimi ka ardhur me tekst falyastanshik bimin kharihi min al-ma. Pra në të thith ujë me 2 vrimët e hundës. Në tekst tjetër men tawadda falyastanshik. Kush dëshiron me marrë abdes, me abdes, le të thith ujin me hundë. Ky është hadithi që ka sjell al-Maqdisi rahmetullahi alayhi, dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam idha tawadda ahadukum. Pra qëllimi nuk është në kontekstin e të kaluarës, nga se po të përkthehet në formulimin e kohës së kaluar, atëherë humba dhe kuptimi I hadithit.
por për qëllim është kush dëshiron me marrë abdes, apo kujti obligohet marrja e abdestit. Pra, kemi momente kur njeriu merr vetë pa ju obliguar abdestit, të shërën që merr abdes, tjetë me abdes, pra ende nuk ka koha e namazit, dhe kemi abdestin kur të obligohet. Të i dhe ezani, ti nuk i abdes që të bëhet obligim marrja e abdesit. Prandaj fjala e pejgamberit idha tawadda ahadukum. Pra është në këto dy kuptime. Kush dëshiron me marrë abdes, edhe kujt i bëhet obligim abdesti. Mohusit e atributeve hinore, pra ata që i mohojnë cilësitë e Allahut Azza wa Jall, pra i bojnë tevili, i keq interpretojnë, japin interpretime, për shembull dorës Allahut, ata i thonë fuqia Allahut, forca Allahut. Zbritja Allahut në qiellin e kësaj dynjas, ata e interpretojnë zbritja mëshirës. Pra, mohimi i cilësive të Allahut Azza wa Jall nga ana e fraksioneve devijante e përdorin këtë tawilin, këtë interpretimin, duke e sjell edhe këtë hadith si argument të tyre se lejohet tawili. Tawili, interpretimi, mbrana standardeve dhe ku lejohet parimisht, ajo është i pranueshëm. Por në momentin që e te i kalojnë limitet e standardeve që i ka parapa shpallja hinore, atëherë dalim me devijim. Njëjtë sikur ata që thonë Islami thret në lehtësi. Edhe aq shumë e kanë hapur portën e lehtësisë, saqë vrejnë nga mendimet e tyre, metodologjia e tyre, mësimi që ata ja u bojnë xhamatit, i japin përmes lehtësimit shkeljen e parimeve fetare. Për këtë neve shpesh e potencojmë se lehtësimi është prej fejes derisa ai brenda kufive të fesë. Në momentin kur shkelin kufit e fesë, ai më nuk quhet lehtësim. Lehtësim quhet mendsinë e atyre të devijumve. Por në mendsinë fetare islame, ai nuk quhet lehtësim, por quhet mekatim. Prandaj tawili për me mohu cilësitë e Allahut Azza wa Jall, ato që i ka cituar Allahu në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith të sakta, kjo është rruga e të devijuarve. Ne duhet të themi cilësitë e Allahut ashtu siç janë në Kur'an, dhe në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk kemi nevojë me i keq interpretuar. Po ashtu siç i ka thënë Allahu dhe pejgamberi, i themi edhe ne. Mënyra se si, ne nuk e dim. Ato e din Allahu Azza wa Jall. Kurimet e abdesti pasi po përmendet në këtë hadith, është larja e 4 pjesëve të trupit në mënyrë të veçantë. Dhe ato janë fytyra, duart, koka dhe këmbët. Këto janë ato 4 pjesë që duhet që janë për brenda për kufizimit të abdestit. Dhe kjo me ajetin e 6 të surës Al-Maide, ku Allahu Azza wa Jall thotë ja alladhina amanu idha kumtum ila salati, pra o ju të cilët keni besuar, kur ju dëshironi me fal namazin, faghsilu wujuhakum, lani fytyrat e juaja, wa aydiyakum ila al-marafiq, edhe duart deri në bryla, wamsahu bi ru'usikum, edhe fërkojeni me dorë të lartë kokat e juaja, wa arjulakum ila al-ka'bayn,
edhe këmbët lajeni deri në zogën e tyre, deri te njëja e parë e këmbës poshtë. Mos përgjigjja ndaj këtij urdhni hynor, ndaj thirrjes hynore që Allahu ka thonë me marr abdes kur vjen koha e namazit, në vetvete ngarten kundërshtimin e imanit. Nga sa Allahu Azza wa Jall këtë ajet e ka filluar me o ju të cilët keni besuar. Po i thirr Allahu besimtarët, muslimanët, që kur vjen koha e namazit, e doni mu fal, nuk ka të jem gatu si ma duhet, është obligim. Pra kur doni mu çu për mu fal namazin, merrni abdestin, duke ja përmend Allahu të katër pjesë të trupit që duhet mu la, e njëna që duhet mi thonë mes, koka. Pra kushdo që e kundërshton këtë thirrje urdhërore nga ana e Allahut Azza wa Jall, ai ka kundërshtuar imanin, dhe kundërshtimi i imanit, kundërshtimi i besimit është në dy mënyra. Kundërshtimi i plotësimit të imanit, që robi me të nuk del nga feja, por e dobëson imanin e tij për shkak të shkeljeve të ligjeve e udhëzimeve hynore. Edhe kundërshtimi i dytë është kur kundërshtohet baza, esenca e imanit, dhe këtu njeriu del prej fejes. Nga se kundërshtimi dhe shkatrimi i bazës së imanit, atëherë kjo aludon se njeriu ka pejkaluar nga koncepti i realitetit të imanit në mënyrë të tërësishme dhe ka emigruar në botën e kufrit, mohimit. Prandaj këto dy kundërshtime të imanit duhet të konceptoj drejt besimtari, nga se mos konceptimi i drejt i realitetit të imanit njeriu o do ta dërgoj drejt devijimit të xhawarizve, ose drejt devijimit të murxhiave. Tek ky ajet kuranor, ajeti 6 të surës Al-Maide, të fjala e Allahut wa arju lakum ila al-ka'bayn, pra dhe këmbët e juaja deri në nyje. Kemi dy lexime të Kuranit. Leximi i dytë është wa arju likum. Me të pari, të dyat janë të sakta si lexime, se Kurani ka zbritur në disa lexime, këta ajete. Dhe ata që i njohin leximet dhe i memorizojnë, kur dalin imam, është mirë zakonisht me lexu Kuranin në namaz, kur jenë ato me zë, ashtu qysh është i përhapur leximi të ai vend. Nga se ignoranca e madhe sot që gjendet te muslimanët, ndodh që njeriu me lexu me një lexim tjetër që ka zbritur prej Allahut, jo qysh e di njerëzit në atë vend, dhe ata do të mendojnë se kjo ka na ndryshon Kur'anin. Ose o ka na bën një fe të re, ka do më na shprish fejen. Këtë kontekst dietarët këshillojnë që duhet të kenë kujdes njerëzit që me lexuar atë lexim që është i njohur në atë vend dhe që është i shkruar Kurani me atë lexim. Nëse njerëzit nga mosdia mund të të akuzojnë se ti e duke shkatruar fejen. Kjo mund të sjellë të lash fitne. Dhe të leximi i parë, që është leximi që ne e përdorim, është me i la këmbët. Dhe se në leximin e dytë, arju likum,
ka kuptimin me dhon mes kamëve. Këtë mundën njerëzit dhe thonë se si duhet të jepet përgjigje. Pse Allahu me zbrit me një lexim me pohu larën e këmbëve, dhe se në leximin tjetër me pohu dhonin mes këmbëve. Për arsye se çështja e këmbëve, koka e ka vetëm mes, koka nuk duhet mu la në abdes. Nuk ka dikush që thotë kokën duhet me la në abdes, por mi dhon mes. Edhe duhet, që i kemi të mbulu me krejt, duhet mi shlu dhe mi la duhet. Ndërsa kamët, kur i kemi çarapat vesh, ose mestet, i kemi të veshën duke i plotësu standardet që i parashet ligji islam, pra nuk i nevoj me i hek ato, por i jep mes. Pra dhe, vjen konteksti i njënit lexim të Kuranit tek ky ajet pranor. Jep një mes këmbëve, kur jeni me meste ose me çarapa. Por kur nuk ke çarapa ose meste apo i ka skaduar afati, që për venalin është një ditë e një natë, ndërsa për udhëtarin 3 ditë e 3 net. Pra kur ti skadon afati, që duhet me ripërtri, dhani për mes, atër lahen këmbët. Ose dikush zvesh puna verës në nxehtit, i lahen, s'ka çarapa as meste, i lahen këmbët. Pra në këtë kontekst duhet t'i kuptojmë të dy leximet e Kuranit tek ky ajet kuranor. Abdesti si ritual adhurimi e ka vlerën madhore në Islam, për madhështinë e tij ka argumente që aludojnë dhe faktojnë qartë në mbi madhështinë e abdestit, por mjafton një hadith për ta përkujtuar secili për neve vetën e vet. Dhe ato sa herë merr abdes kujtojeni këtë hadith. Është hadith madhështor, i cili argumenton mbi madhështinë e abdestit. E që Imam Buhariu, kur e ka shënuar këtë hadith, e ka titulluar edhe kapitullin në Sahihun e tij, vlera e abdestit dhe shkëlqimi i gjymtyrëve nga gjurmët e abdestit. Dhe ka sjell hadithin ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vërtet ummeti im do të thirret ditën e Kiametit. Do të thirret ummeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ditën e Kiametit përmes ballit të shëndritur edhe gjymtyrëve tjera që do t'i shëndrisin prej gjurmëve të abdestit. Pra, është përmend balli, sa ajo është e fytyra, pra që aty ku lahen që ato pjesë e trupit që jenë të abdestit, pra fytyra, duart, këmbët, kanë me ju shëndrit muslimanëve në ditën e Kiametit. Edhe përmes tyre kanë më udhëthirë, kam ju bë thirrje, hajdin. Ky hadith madhështor tregon mbi madhështinë e abdestit. Prandaj nëse e kujtojmë këtë hadith, kur dojmë me marrë abdes, do t'i kushtojmë rëndësi edhe sa më mirë me marrë abdes. Edhe atë knatësinë do t'a projektojmë ëmbëlsinë gjatë marrjes së abdesit, se benefiti i këtij veprimi është shumë madhështor ditën kur nuk ka me të bëjë dobi as familja, as fëmijët, as pasuria, as kush. Vepra jo. E një prej veprave që ty ka me të bëjë dobi është vetë abdesti. Është vetë abdesti. Të shëndrit fytyra jote. Duart tuaja, këmbët tuaja kanë me shëndrit nga gjurmët që ti ke marrë në këtë dynjë abdes.
E që errësira ka mi pushtu shumë fytyra për shkak të hipokrizisë, mohimit. Dërsa abdesti, ty do t'ja dritë që ti do të ndryqosh në atë ditë madhore të ditës së Kiametit. Kur jemi të ky hadith që jemi duke o marrë sonte me të, përfshin 3 çështje. E para, futja e ujit në hund. Është një mesele që kanë diskutuar ulemaja në lidhje me ta. E dyta, pastrimin nga jashtëqitja. Qoftë nevoja madhe apo e vogël. Dhe e treta, pastrimin e duarve 3 herë pasi të zgjohemi nga xhumi. Te çështja e parë, futja e ujit në hund, dietarët kanë diskutuar a është obligim apo nuk është obligim. Me fut ujin në hund. Edhe me shfry hundet. E para, kanë thonë se futja e ujit në hund gjatë abdestit është obligim. Është fars. Wajib. Përmendet se këtë mendim e përfaqëson Imam Ahmedi dhe Imam Rahowi, ndërsa Imam Shaukani, rahmetullahi alaihi, ka thonë mendimi që deklarohen për obligueshmërinë e futjes së ujit në hund është e vërtetë nga sa Allahu i Madhërisht në librin e tij ka urdhëruar për larjen e fytyrës. Ajeti i 6 surës Maide. Ndërsa vendi i futjes së ujit në gojë dhe në hund është prej tërësisë së fytyrës. Pra hunda dhe goja o pjesë e fytyrës. Dhe këtu kanë thonë, këta që kanë mendimin se është obligim futja ujit në hund, se hunda o pjesë e fytyrës, dhe Allahu ka obligim mulla fytyra. Po ashtu është vërtetuar, vazhdon Imam Shaukani, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vepruar në çdo abdest. Nuk ka asnjë transmetim vëllezër të nderuar që përshkruhet abdesti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e që tregohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur që vetë ka la fytyrën atë tim fytyrën ose ka futur në hund edhe në gojë. Nuk ka të. Pra praktikimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çdo herë që e ka futur në gojë dhe në hund, aludon në obligueshmërinë e këtij veprimi. Dhe se hunda dhe goja o pjesë e fytyrës. Dhe jo çush mendon mendimi i dytë që thonë nuk është prej farzëve në abdest futja ujit në hund. Dhe këtij mendimi që nuk është sakt, është Imam Ebu Hanifja, Imam Shafiu dhe Imam Maliku. Ata e kanë marrë në mënyrë të drejtë për drejtë ajetën e surës Al-Maida ajetën e 6, që do të lani fytyrat edhe nuk e kanë futur hundën e as gojën tek ky ajet kuranor, e që neve kemi thënë se ajetet komentohen me ajete dhe ajetet komentohen me hadithe. E pastaj edhe komentimet tjera që në ajetet komentohen me thanjet e sahabive shumë rrallë, pra çështje e tefsirit. Kjo është shkencë e tefsirit. Pra ajetin e komenton hadithi. Dhe hadithi po tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dhënë urdhën që kur të merr abdest, do të më futë ujin, futën me ujin në hund. Dhe shryeni hundën. Pas të futni ujin në të. Dhe asnjëherë se ka lënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë veprim kur ka marrë abdest. Kjo aludon në obligueshmëri. Kur jemi të pastrimi nga jashtëqitja, pra nga kur kryet nevoja madhe ose e vogël. Dhe kjo është obligim. Ndalohet, është haram njeriu me kry nevojën e mos u pastru.
Dhe ajo që njeriu duhet ta disiplinoj nga frika, se një prej dënimeve në varr është edhe papastërtia e urinës. Pra, hadithi prej Abdullah ibn Abbasit, radhiyallahu ta'ala anhu, huma që ka thonë, mërë nëbiju sallallahu alaihi wasallam bi qabrejni faqal. Ka kaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pranë dy varreve dhe ka thonë, innahuma la yu'adhibani wa ma yu'adhibani fi kabir. Këta dy janë duke u dënuar, por dënimin nuk është që e kanë të madh sipas njerëzve që anashkalojnë, mendojnë se nuk është një dënim i madh, po dënim i madh. Çka ka puna këtij dënimi? Thot amma ahaduhuma fa kana la yastatir min al-bawl. Njoni për këtyre nuk është ruajtur nga spërkatja e urinës. Wa amma al-akhar fa kana yamshi bin-namima. Dorsa tjetri ka ecë poshtë e lartë duke bartë fjalë. Prandoni pra e që këtu nuk ruhen sidomos gjënia mashkullore që urinojnë kam. Edhe ta shishe edhe rrugës kur kalen njerëz me familje janë pa fije turpi që aty e shohin këtë dynjaja e kryen skaj rrugë e kryen urinimin pa fijen e turpit. Edhe e spërkatin trupin e vetë. Për që të spërkatit për urinës që të spërkat njeriu trupin e vetë, do të merr dënim në varr. Dhe kjo aludon që ti nëse e lën që të pastërti në trupin tënd, edhe ti do të jesh prej të që dënohesh. Pra, e kryen nevojën e madhe, e pastron edhe të voglën, e pastron organin gjenital. Nuk lën gjurë të ndyrësirës në trupin tënd. Dhe në hadith është ardhur pastrimi me gurë. Në të kohë është përdorur guri për pastrim. 3 e përpjet. Dhe pejgamberi sallallahu ka këshilluar në numrin tek. Pra 3, 5, 7 derisa ta eliminosh papastërtinë në trupin tënd, në anus apo në organin gjenital. Por tash uji ka mjaftueshëm në vendin tonë, në Arabi atje nuk ka pas ujë mjaftueshëm. Vende, do më thonë, janë vende pa ujë, vetëm që tash të shoqëri ka thënë Zoti bollëk, kanë shpërnda edhe ujin e detit të shndrojnë me ujin e pishëm. Alhamdulillah, falendëruar qoftë Allahu, por përmendon në kohë që vështirë është gjetë uji, është duhet që të pastrohen me gur. Dhe sot përdoret edhe letra. Ajo më mirë as mirës, letra e pastrimit, uji, letra. Bën vetëm edhe me letër, bën vetëm edhe me ujë, por kombinimi letër, ujë dhe letër është më mirë. Prandaj papastërtia nuk duhet të gjejë vend tek trupi i besimtarit. E qërë të me dalë me adhuru Allahun kur je i papastër. Në udhëbillah. E çështja e tretë në këtë hadith është pastrimi i duarve kur zgjohemi nga gjumë. Edhe këtu dietarët kanë diskutuar, saqë kemi 4 mendime që i kanë dhënë dietarët në lidhje me këtë meselë. Për njëri kur flan, edhe çohet, pejgamberi sallallahu ka këshilluar me i la duar para se me i fut, se në kohë kanë pas legendë dhe që aty e kanë marrë ujnë e kanë marrë abdes.
para se me fut në qatë legend, duart, ku e qupi gjumit të duhet me i pastru, mas me i fut në qatë ujë. Mendimi i parë thonë, është sunet dhe nëse është i bindur se duart janë të pastra. Pra duhet është sunet me i pastru, me i la duart, kur qosh për gjumit. Kështu të mendon Imam Ebu Hanifja, rahmetullahi alaihi, ka transmetim edhe prej Imam Malikut, Imam Shafiut dhe Imam Ahmedit. Mendimi i dytë tonë është e pëlqyeshme. Ta jenë pak edhe ma të butë në këtë aspekt. Për atë që dyshon, kjo është transmetuar sipas një mendimi të Imam Malikut. Mendimi i tretë tonë është obligim për atë që zgjohet nga gjumi i natës apo i ditës. A flet e natën, a flet e ditën. Edhe del gjumi e ki obligim me i gjatë duart. Këti mendimi është Davud Dhahiriu, dhe mendimi i katërt e i fundit është obligim kur zgjohet nga gjumi i natës e jo i ditës. Pra flajt e natën u qohen me 60 milat duart, kjo obligim. Dërsa flan ditën, del gjumi se kjo obligim, dhe kështu ka një transmetim prej Imam Ahmedit, rahmetullahi alaihi. Si dhe qoftë, ajo që mendojmë se nuk ka dallim mes gjumit të ditës dhe natës. Nuk ka dallim mes gjumit të ditës dhe natës. A flet e ditën, a flet e natën, është e njëjtë. Dhe kushdo që flen, e zgjohet, është mirë me i la duart, me i pasu, pra është obligim. Dhe jo, me sa do duar me shumë e prek në ushqim, apo me adhan dorën dikujna, subhanallah, njerëz bile dhe hinë vece, edhe dalën edhe nuk i pasojnë fare duart, me që to i përshëndetin edhe tjerë. Pa pik edukate, pa pik turpi. Thonë, njerëz, do më thonë, kjo është që nuk të respekton ty si njeri. Pasaj duart. Krejtë organ gjenital, urinën, si lanë duart edhe shkane e përshëndet dikant me dorë, çfarë edukate është kjo? Që është pej gjumit, se din ku kanë shku duart, edhe shkone merë edhe bukën ashtë e hanë me që ato duart, çfarë edukat, çfarë kulturë kjo. Shkone përshëndet tjetërin me dorë. Mendoj se përdej se ka ardhur urdhën prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një ordnore, të t'i laj duart, është obligim kur njeriu çohet prej gjumit më shku me i pasru duart. Ata çfarë përfitojmë nga hadithi në fjalë? E para gjë është obligueshmëria futjes së ujit në hund dhe nxjerrjes së ujit prej hundës. Hunda konsiderohet prej fytyrës. Pastrimi nga jashtëqitja është obligative dhe ata që nuk ruhen nga ndyrësira janë të paralajmëruar dhe të kërcënuar me dënimin në varg. Pastrimi i duarve kur zgjohemi nga gjumi është legjitim në fen ton. Kaq person të vëllezër të nderuar, dhe Zoti më drejshëm na ruaj nga ndyrësirat, na udhëzoj në udhëzimet e tij. Të mshojt vdekurit tanë, të shojt smundit tanë, wa akhiru dawan, alhamdulillahi rabbil alamin.